Miqtë Prizmos, me këtë diell fantastik, edhe me ditën e Bajramit, plotësohet kuadri 24 orësh, i cili është sido që tjetë në këtë momentet, edhe një kohë të mirë edhe një kohë të keqe parë. Po theme edhe kur është kohë e mirë me diell, 24 orësh i kënaqem i mirë. Çfarë desha të diskutoj përveç se të uroj edhe fitër Bajramin. Desha të diskutoj atë që sigurisht është e qartë tek njerëzit që kanë konceptin e pushtuesit e njeriut i cili jo vetëm është doktrinar dhe indoktrinuar njëkohësisht, por që është në mënyrë të çmendur gabim, në error të plot filozofik dhe politik. Në një prej intervistave që sigurisht i bën televizionit të tij, që e jep edhe një prej gazetarëve të tij dhe të djalit të tij, Sali Berisha thotë që e do fitojnë sepse do pushtojë mendjet dhe zemrat e shqiptarëve. Dhe përdor fjalën pushtim. Dëgjojeni. Si do e mundesh Edi Rama? Fitoria ka një sekret. Pushtimi i mendjeve dhe zemrave të qytetarëve. Fitoria ka një sekret. Pushtimi i mendjeve dhe zemrave të qytetarëve. Fitoria ka një sekret. Pushtimi i mendjeve dhe zemrave të qytetarëve. Fitoria ka një sekret. Pushtimi i mendjeve dhe zemrave të qytetarëve. Besoj të dëgjuat. Shiko, të pushtosh zemrën në një farë mënyrë është pranimi i robërisë, sepse zemra është një muskull i cili lëviz në sajtë ekspertizës elektrike, goditjeve elektrike. Është një muskull i cili nuk ka nevojë për inteligjencë. Është një organ tjetër që ja kanë besuar inteligjencën, ndërgjegjen, veprimin e logjikës, arsyetimin. Të thuash që të pushtoj zemrën është edhe në dashuri. Sigurisht, shpeshherë ne kemi vërtetuar që dashuria është qorr, është pushtuese. Edhe nuk është se bëhet një gabim i madh, por Sali Berisha thotë të pushtojmë mendjet. Si do e mundesh Edi Dhe Rama? pushtimin e mendjen e kanë bërë vetëm diktaturët, vetëm tiranit ose tiranokracit. Pushtimin e mendjes ka bërë Hitleri, i ka bërë Goebbelsi, i ka bërë Lenini, Stalini, Enveri, Mussolini, Mao Zedongi. Pushtimi i mendjeve është sigurisht një tirani e hapur, e qartë, është një diktaturë. Zemra nuk mund të pushtohet. Por Sali Berisha e thot pa frikë, se ja thot popullit idiot të tij. Popullit të një niveli bastard, ignorant deri aty ku nuk mban më. Këtij populli fjala pushtim, mendjes i duket kësaj shoqërie që i shkon brapa Sali Berishës, fjala pushtim i mendjes i duket diçka e bukur, diçka për të përqafuar, i duket diçka e mrekullueshme, e jashtëzakonshme. Dhe Sali Berisha i vetë dyja në një pozicion, pushtimi i mendjes dhe zemrës. Zemrës si një dashnor i jashtëzakonshëm, dhe pushtimi i mendjes sigurisht si një diktator, si një rufjan, Si do e mundesh Edi si një derbeder, demagog dhe ideolog i çmendur, por njëkohësisht edhe një person i cili sigurisht do që të përfitojë pushtetin e tij personal, të familjes tij personale, dhe që sigurisht do ketë jo vetëm përfitim, por dhe sundim, sepse pushtuesit e mendjeve këtë bëjnë, sundojnë. Pushtojnë në fillim, pastaj sundojnë. Nënshtrojnë ata cilët sigurisht lejojnë pushtimin e mendjes, dhe sigurisht pastaj bëjnë pasuri, bëjnë televizionet, marrin toka, çojnë pallate, marrin alte, bëjnë investime, pasurohen. Të pushtosh mendjen do të thonë që të gjesh, të identifikosh idiot që e lëshojnë mendjen e tyre me qira për të pushtuar.
ose që ju pëlqen, ju kruhet kurrizi nga njëherë dhe breta për të pushtuar, që ju pëlqen, armiku që ju pushton. Të pushtosh mendje do të thonë që të lejosh nesër pronën tënde ta marrë pushtuesi. Të pushtosh mendjen do të thotë që nesër të kthehesh ngej se kështu do pushtuesi. Të pushtosh mendjen do të thonë nesër të tradhtosh familjen se kështu do pushtuesi. Të pushtosh mendjen do të thotë që nesër të shkatërrosh gjithë ekonominë e vendit se kështu do pushtuesi. Edhe e ka provuar edhe 97. Të pushtosh mendjen, të lejosh pushtimin e mendjes, do të thotë që nesër mos ke as moral. Ti je edhe imoral dhe amoral njëkohësisht, dhe kështu janë në përgjithësi këta mendjet pushtuesit e Sali Berishës. Ata që i shkojnë brapa, që e kanë pushtuar mendjen nga Sali Berisha, që kanë lejuar që Sali Berisha t'i pushtojë mendjen. Nuk duhet të ketë asnjë lloj individi në botë që të pushton mendjen, nuk duhet lejuar asnjë lloj, sado i zgjuar qoftë, sado mashtor qoftë, që të pushtojë mendjen tënde. Pushtimi i mendjes do të thonë të mbylli mendjen. Ta sundoj atë. Ta ketë në dorë ai, ta përdor si dojë ai. Dhe në këtë drejtim Sali Berisha është i sinqert. Ai do që të pushtojë këtyre majmunëve, Planet Monkey ose Monkey Planet, edhe mendjen edhe zemrat. Dakord miqtë mi? Një rufjan derbeder, imoral dhe amoral, vrastar, shpeshherë kriminal si Sali Berisha, e ka thënë copë. Ai sillet si pushtues edhe i mendjes dhe i zemrës si idiot vetë në Shqipëri. Atyre cilët sigurisht mendjen e kanë jashtëzakonisht humbur, sa të lejojnë dhe pushtimin e saj. Dakord miqtë mi?